Zhvillime intensive në lindjen e mesme me kërcënime për përshkallëzim të sulmeve të ndërsjellta, por edhe me domosdoshmërinë apo nevojën apo iniciativat për të nisur tashmë bisedimet për paqe, edhe pse jo në mënyrë të drejt për drejt, Teherani përmes vendeve të BRICS dhe Shtetet e Bashkuara përmes partnerëve të saj në lindjen e mesme. Për këto do të flasim në vim, në lidhje të drejt për drejt, kam profesor Xhavid Shalën, eksperti i sigurisë. Profesor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po e nis nga kjo e fundit me shpresën se do të ketë një dritë në fund të tunelit për të arritur një marrëveshje paqe, pra duket se tashmë Irani është drejtuar partnerëve të tij në BRICS, duke nisur me Indinë, Rusinë, Kinën, në mënyrë që të siguroj një bazë për një marrëveshje me ata fillimisht për të mbrojtur sigurinë, por kam përshtypjen përmes tyre dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ditur që India është një aleat i afërt me Washingtonin. Faktikisht në bisedën telefonike që presidenti iranian zhvilloi me kryeministrin Modi të Indisë, ai dha një mesazh edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për kërcënimin e presidentit Trump. Ai tha konkretisht që mushtica e Hormuzit është e hapur për të gjithë, përjashto ata që shkelin tokën tonë. Efektivisht tokën e tyre se ka shkel askush, domethënë deri në këtë moment të kësaj krize, kështu që në një farë mënyrë unë e quaj si një farë përgjigje, pra që mushtica e Hormuzit ata do e kanë hapur ose do ta hapin, pra në përmbylljet e ultimatumit 48 orësh të presidentit Trump. Nga ana tjetër, ata po përpiqen duke patur parasysh edhe raportet e Indisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po përpiqen ta ruajnë këtë kanal komunikimi, pasi nuk kanë mundësi më të përdorin kanalet e vjetra të komunikimit me vendet e gjirit, sepse këta kanë sulmuar pothuajse të gjithë vendet e gjirit me cilit më përpara përdorshin si kanale komunikimi. Gjithsesi, të dy palët në këtë rast duket se janë të interesuara të çojnë mesazhe diplomatike njëri tjetrit edhe për kushtet e një marrëveshje. Fillimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxorën një plan 6 pikësh, edhe në thelb ai plan nga pikat kryesore, domethënë në thelb ai plan kërkon që të zërohet apo të hiqet dorë nga programi bërthamor, të ketë një moratorim 5 vjeçar për programin raketor, pra të hapet mushtica e Hormuzit. Thelbi ky është një plan 6 pikësh i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani të heqë dorë nga mbështetja e proksive. Pra kjo është, nga ana tjetër, po në të njëjtën ditë edhe Irani publikoi një draft, një plan sipas tyre prej 6 pikash edhe këta për t'u përgjigjur edhe në numër, pra përpiqet të ruajë edhe në ana diplomatike barazin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në thelb ai plan domethënë pretendonte të kundërtat e atyre që kërkonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në planin e tyre. Pra, kjo tregon që të dy planet, kjo tregon se sa larg janë të dy palët në drejtim të arritjes së një marrëveshje. Të dy palët duket se po përpiqen të futen në një ose të ulen në tavolinën e bisedimeve me një projekt force, pra për të demonstruar forcë fillimisht. Pra, duket që Irani nuk ka bërë as pak zbrapsje në këtë drejtim. Do të duket një moment i rëndësishëm do të jetë skadimi i ultimatumit të sotëm në orën 24:00 që mendohet të skadojë, se çfarë zhvillimi do të marrë, çfarë zhvillimi do marrë konflikti. Mund të themi që pas datës 18, pra kur Izraeli sulmoi fushat e Gazit e Farsit, konflikti dhe Irani ju kundërpërgjigj me goditjen e instalimeve në Katar dhe në vende të tjera, konflikti ka kaluar në fazë tjetër përshkallëzimi. Dhe ky përshkallëzim bëri që të tronditen konflikti të marrë përmasa botërore në aspektin ekonomik. Pra, mbyllja e mushticës së Hormuzit dhe goditja e instalimeve, sidomos të Katarit, që është një furnizues shumë i madh i gazit të lëngshëm, ka bërë që të ngrihen çmimet e naftës dhe në një farë mënyrë
kjo luftë, pasojat e luftën të ndihen në portofolin e çdo qytetari evropian dhe jo vetëm, por edhe çdo qytetari amerikan. Ka edhe një lëvizje që vjen nga ana e Iranit, e para, siç e thanë edhe ju, pra që të gjitha anijet mund të kalojnë që nuk i takojnë, po them, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në mënyrë specifike ka qenë më herët si përkufizim, ndërkohë që kanë nisur të qarkullojnë, sidomos anijet me flamurin indian dhe pakistanez, por i është dhënë leje dhe anijeve të japoneze, duket se është vendi që ndoshta importon dhe më shumë, rreth 90% të naftës dhe gazit të tyre. Pastaj ka pasur një tjetër deklarat që ata do të vendosin një farë tarife për ta kaluar ngushticën. Pra janë të gjitha këto lëvizje që po mundohen të shmangin një goditje amerikane, sepse ata e dinë se çfarë do të thotë goditja amerikane, ndërkohë që aftësia e tyre goditse ka ardhur duke u reduktuar me gjithë këtë kohë sulmesh që ata kanë ndërmarrë. Ata po përpiqen, ata po përpiqen që dhe më thanë, edhe ti kthej një përgjigje Shtetet Bashkuara të Amerikës sikur është të hapur, po edhe të ruajnë kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit. Pra, me drejt ata mund të vendosin tarifa, i bie në një farë mënyrë po privatizojnë ngushticën e Hormuzit, domethënë. Dhe manovra me Japoninë është një manovër që ata po përpiqen që Japonia të mos bëhet aleate me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në takimin e kryeministres japoneze në Washington me presidentin Trump, ajo deklaroi që Japonia për shkak edhe të interesave do t'i bashkohet grupit që po punon për të unifikuar qëndrimin për mbajtjen hapur të kanalit të ngushticës së Hormuzit. Pra, në një farë mënyrë duke i dhënë një sinjal edhe Japonisë ai po përpiqet që mos ta adopsoj koalicionin që po bëhet gati për ta menaxhuar ngushticën e. Është pak vonë Japonia në këtë moment, Irani në këtë moment? A është pak vonë Irani për ta dobësuar këtë aleancë, sepse duket se tashmë janë përgjigjur pozitivisht. Vonë është në fakt, po Irani me sa duket ka rezerva strategjike, nuk është se ai ka shpenzuar të tëra dhe unë mendoj që ai ka rezerva strategjike sepse Irani ka qenë, pothuajse që kur ka ardhur ky regjim ka qenë nën trusni, në një farë mënyrë kanë jetuar në rrethim, po t'i themi pak kështu. Dhe edhe ekonomia e tyre është përshtatur trusnisë, edhe jeta e tyre dhe gjithçka është përshtatur kësaj trusnie dhe ata duke ditur që në fushë të barabartë me Shtetet Bashkuara dhe Izraelin ata nuk mund të përplasen dot, kështu që ata kanë krijuar një rezervë strategjike për të fituar në kohë. Pra synimi i tyre është zgjatjen e konfliktit në kohë. Pra derisa të arrijnë qëllimet e tyre, ndërsa nëse këta kërkojnë zgjatjen e kohës, Shtetet Bashkuara kërkojnë, sidomos presidenti Trump e ka më shumë gut këtë zgjidhjen e këtij problemi. Pra në këtë mënyrë kemi dy strategji që po përplasen, njëra për zgjatje në kohë dhe për ta dobësuar kundërshtarin, për ta lodhur kundërshtarin që të ulet pastaj në tavolinë i lodhur, dhe nga ana tjetër një strategji amerikane për ta dobësuar kundërshtarin sa më shpejt dhe për ta detyruar të ulet në tavolinën e bisedimit. Pra ka dy strategji të cilet po përplasen. Nga ana tjetër, në këndvështrimin tim, Irani akoma jo vetëm që ka një rezervë strategjike raketash, të cilët ai po i përdor pal edhe informatave të inteligjencës ruse dhe kineze, pra po godet në pikat sakta, pra godet më pak, po godet më sakt. Nga ana tjetër, ai i dha një mesazh botës që raketat tona mund godasin edhe në lartësi, pra mund të godasin edhe kryeqytetet e Europës, pra sidomos ai lëshimi 2 raketave për në ishullin e Garcias. Po, profesor, është pak lojë edhe izraelitëve kjo për të tërhequr në këtë konflikt vendet e perëndimit, sepse britanikët për shembull thanë që nuk ka asnjë lloj informacioni që të posedoj Irani raketa të tilla, pra që kanë aftësi të godasin në 4.000 kilometra, ndryshe nga që pretendoi Izraeli dhe ndryshe nga që ka paralajmëruar gjithmonë Irani. Inteligjenca është inteligjenca nuk është gjithmonë në saktë. E vërtet, po MI6 përgjithsisht nuk gabon. Ai informacion që këta
ai informacion që këta mund të godasin mund të jetë ruajtur top sekret dhe i ka shpëtuar, por fakti që ata bën provë me 2 raketa për të goditur një ishull 2600 milë larg apo rreth 3900 sa kilometra, do të thotë që edhe ata duan të japin një mesazh se mbase nuk e kanë arritur këtë fazë, sepse fakti që të 2 raketat u rrëzuan dhe njëra nuk arriti të bëj procedurën e plotë, domethënë për goditje, do të thotë që ata mund të jenë edhe në fazë testimi. Mund të jenë edhe në fazë testimi, por nuk mendoj se ky testim mund bëhet, por fakti është që mesazhi u dha që nëse bashkohen në këto aleanca dhe kryeqytetet e Europës, ata do të jenë objektiva të arritshëm. Dhe kjo është për të marrë në konsiderat në këndvështrimin tim. Jo për të tremur, por për të marrë në konsiderat. Nga ana tjetër, ajo që thatë ju që Izraeli përpiqet t'i përfshijë apo t'i përfshijë vendet europiane në një koalicion izraelito-amerikan, kjo asgjë nuk diskutohet që synon të arrijë dhe me ai mesazhet kështu i dha që raketat do godasin kryeqytetet europiane. Por është unë vazhdoj të këmbgul me atë që nuk është kafshat e lehtë Irani në këtë aspekt. Këtu tashmë kjo do duket se çfarë qëndrimi do mahet sot pas orës 24. Dhe rrugët tashmë nuk janë shumë, ka pak rrugë, ose mund bëjmë edhe 2-3 skenare nëse ashtu, domethënë njëra nga këto është që ai e dha mesazhin nëpërmjet kryeministit dhe mund të lejoj përkohësisht kalimet e anijeve për të shmangur këtë përplasje të madhe. Është një variant që ai mund ta bëjë këtë dhe mesazhin ai e dha, sepse por ai nuk do ta dorëzojë ngushticën e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit është aseti që mban në këmbë regjimin. Dorëzimi i ngushticës së Hormuzit do thotë që Irani nuk do ketë më leva tjera për të bërë presion komunitetin ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara edhe koalicionin Shtetet e Bashkuara me Izraelin. Pra ai do të bëjë një lëvizje taktike, mund të bëjë një lëvizje taktike. Njëri variant dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta marrin në mbikëqyrje, po edhe këtë situatë vështirë Trumpi e kalon, sepse ka dhënë një paralajmërim shumë fort, të cilin nëse nuk ka zhvillime në favor të këtij paralajmërimi është detyruar të zbatojë atë kërcënim, se përndryshe vjen loj autoriteti, presidenti dhe i vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që edhe thonë dhe nuk e mbajnë, domethënë edhe kjo është. Nga ana tjetër edhe Irani nëse do ta pranojë më një herë këtë, do të thotë që ka kapitulluar, edhe ai në këtë rast do të përpiqet të ruajë reputacionin e brendshëm. Pra do të përpiqet këtu të bëhet një lëvizje më shumë taktike për të lejuar, për të dhënë mesazhe që ne i lejojmë, ndërkohë për ta vazhduar përsëri mbajtjen nën kontroll. Pra synimi është që Irani të shmanget kësaj goditje të madhe. Është nëse konflikti shkon, domethënë mas orës 24 fillon goditja e infrastrukturës elektrike, atëherë konflikti kalon nëpër masa tjera strategjike, kalon në një nivel ku kemi gati një luftë totale. Pra ka një përshkallëzim për detyrim, për dorëzim pa pushtim, po i them një nga një këto, domethënë. Pra një përshkallëzim për detyrim, për kapitullim apo për dorëzim pa u pushtuar territori. Dhe këto janë taktika, por këtu ka një problem, këto njihen në strategjinë e luftës, po ka një problem tashmë që një pjesë të dhimbjes do t'i kalojë edhe popullsisë të Iranit. Dhe synimi këtu është që të krijohet një përçarje akoma më e madhe midis popullsisë dhe regjimit dhe qeverisjes në mënyrë që të arrihet edhe të mundësot ngritja tyre në revolta. Po kjo përsëri në këndvështrimin tim nuk do të arrijë do ta përmbysë regjimin. Pra, këtu detyrimisht do gjenden një rrugë për të ulur në tavolinën e bisedimeve. Për të ulur në tavolinën e bisedimeve dhe për të sheshuar ato pikat e atyre marrëveshje që tashmë janë apo atyre projekteve që këta kanë paraqitur, të cilët tashmë janë shumë larg nga njëri tjetri. Unë kam mendimin që edhe presidenti Trump është interesuar ta mbyll, domethënë të gjejë një rrugdalje nga kjo, sepse me sa duket edhe Shtetet e Bashkuara me apo pa nxitjen e Izraelit u përfshin në një konflikt për të cilin nuk ishin parashikuar pothuajse plotësisht gjitha pasojat, sidomos reagimi për kanalin e Korfuzit dhe ndikimi kjo deri tek portofolet e shtetësve amerikanë. Tani që nuk do ishte kafshat e lehtë Irani, kjo dije se ndryshe nuk do të goditej nga
dy fuqi të mëdha, po t'ishte aq e lehtë. E para dhe e dyta, 78 ditë kanë zgjatur sulmet në ish Jugosllavi, jo më në Iran, se dëgjojmë edhe shumë kalkulime që po zgjat, që se mbylli, që edhe kjo është, Irani është shumë më i fortë se çka qenë ish Jugoslavia asaj kohe ku u angazhuan gjithë vendet e NATO-s. Por, çështja ka përshtypjen më problematike. Me drejt, ju thonë që ishte një koalicion. Këtë herë interesant, dhe më thonë, presidenti Trump u ngut dhe për herë parë Shtetet Bashkuara hyn në një konflikt pa patur një koalicion të formuar mirë. Edhe në rastin sidomos koalicion. Profesor, e nisën amerikanët edhe atëherë, se të prisnin europianët s'do mbaronin kurrë. Gjithsesi një koalicion kishte me NATO-n, kurse këtë herë nuk u bë koalicion as me aleatin e përhershëm që ata kishin me Britaninë, pra nuk bën një koalicion dhe pa të rezerva goxha të mëdha, dhe kjo në një farë mënyrë tregoj që Shtetet Bashkuara hyn në pavarësisht koalicionin me Izraelin, se Izraelin aty e kishin, Izraeli në këtë rast është në rregull, punon për interesat e tij, synon të adopsojë sa më shumë Iranin, edhe nëse nuk rrëzohet regjimi, sikur t'i shtyjë 10 vjet tëra mundësitë që ata të kenë programin e tyre të plot raketor apo pra t'i vunojë gjithçka, është në interes të Izraelit. Tu diskutohet për rastin e interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në përgjithësi, por edhe të aleatëve të tjerë. Pra, në ana tjetër, nuk u konsultua me aleatët. E kuptoj, po ju e dini më mirë se unë se aleatët gjithmonë janë bashkuar rrugës në veprimet të mëdha Shteteve të Bashkuara, asnjëherë nuk kanë qenë së bashku, edhe kësaj here me sa duket po i bashkohen rrugës, shohim luftanien britanike, luftanien franceze. Ju e dhatë në lajme që nëndecja britanike arriti në Oqeanin Indian. Po edhe Charles de Gaulle francezja ka arritur. Se vend do t'i bashkohen, edhe tursia e Trumpit është shumë e fortë në këtë rast. Përthuajse në çdo dalje, në çdo postim, ai ju thotë që këta bën gabim që nuk. Por në farë mënyrë dhe aleatët nuk kanë ta marrë shumë në aspektin akoma nuk po përshtaten me mënyrën e të bërit diplomaci dhe politik dhe luftë të presidentit Trump. Aleatët e tyre janë aleatët europiane, apo aleatët tjerë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë mësuar që të merret me ratimin e Kongres, merret me ratimin këtu të dalin një konferencë shtypi në Shtëpinë e Bardhë. Ai ndark i fut një truth social, një mesazh edhe lëna pak 48 orë. Pra, ka ndryshuar komplet formati edhe i komunikimit dhe tashmë këto gjëra duhet i kuptojnë aleatët europianë, domethënë, kanë të bëjnë me Trumpin, nuk kanë të bëjnë me modele tjera. Ama profesor, Trumpi u ka dalë borxhit që në mandatin e parë kur u tha duhet të armatoseni, sepse Amerikanët do të kenë interesat të tjera dhe ju duhet të mbroni interesat tuaja. Erdhi në mandatin e dytë dhe i gjeti jo të paarmatosur, por përballë një Rusie që ka 4 vjet që mezi po merr aq sa kishte në fakt në Ukrainë, nuk po ecën dot dhe gjithë europianët u dorëzuan përpara Rusisë. Kështu që kam përshtypjen edhe Trump në një farmase ka të drejtë për mënyrën se si aleatët ishin mësuar gjatë gjithë kohës të prisnin që gjithë problemet u azillin amerikanët. Po edhe në presidencën e parë Trumpi e tha tamam, po këta kishin vite, dekada që ishin mësuar që sigurinë e garantonin Shtetet Bashkuara të Amerikës, kurse këta bënin atë jetën e qetë, bënin ato investimet sociale për drejtat e njerëzit, për këtë, për atë, kurse kostot e luftës dhe kostot e mbrojtjes i mbanin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ata po ta kishin kuptuar që në atë kohë sot situata do ishte me ndryshe në aspektin e përgatitjes së tyre. Gjithsesi, ata po bëjnë përgatitje shumë serioze sepse në fund fare e morën mesazhin e qartë që nëse nuk paguajnë, nëse nuk shpenzojnë, nuk ka mbrojtje më. Kështu që ata po përpiqen që edhe në rast se paguajnë, po përpiqen që të kenë një ta kenë të dyshuar mbështetje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë interes të drejtë për drejtë. Ata Trump edhe kur erdhi edhe bile gjatë fushatës elektorale të tij, ai kur vinte puna te konflikti i Ukrainës thoshte që nuk është lufta jonë, domethënë. Kështu që Europa tashmë ka të qartë që interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk janë në Europë, interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë në Indo-Paqësor dhe këta duhet i dalin në zot mbrojtjes së kontinentit. Por këtu një rol të rëndësishëm po merr trishja fuqishme në këndvështrimin tim Britani, Gjermani, Francë,
edhe në mënyrë të veçantë Gjermania, e cila pavarësisht atyre kufizimeve në kulturën e tyre, kufizime që ishin që në kohën e luftës së dytë botërore, tashmë ata janë çliruar plotësisht nga ato dhe po armatosen dhe jo vetëm po armatosen për vete, po në sistemet e parlamimit hershëm që ata po vënë në punë, po përpiqen që të sigurojnë një mburoj pothuajse për gjithë kontinentin evropian, dhe kjo është një diçka shumë e mirë. Gjithsesi, të gjitha ato kërkesa nuk mund të plotësoj Evropa për një periudhë të shkurtër. Kështu që minimalisht për një 5-6 vjeçar në vazhdim do t'i duhet mbështetja përsëri, sidomos në fushën e inteligjencës dhe të parandalimit hershëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kuptoj, profesor, kjo është një temë gjatë që duhet ta bisedojmë herë tjetër për mënyrën se si po armatoset dhe se si do t'i qaset Europa tashmë një realiteti të ri. Ato çfarë kryeministri kanadeze tha në Davos, që nëse nuk do t'jesh në tryezë, do t'jesh në pjatë, kështu që do shohim se cilën do të zgjedhin europianët. Por kam edhe një pyetje të fundit për Iranin. Duket se tashmë problemi më i madh, atë që thot Donald Trump, ne duam të flasim, po nuk dim me këtë flasim, është se çfarë po ndodh brenda hierarkisë së regjimit. Kemi një ajatollah të ri, lider suprem që është zgjedhur, por që duket se është zgjedhur në kundërshtim me të gjitha praktikat apo normat e vendosura në Iran, vetëm me mbështetjen e gardës revolucionare, pra duket se gëzon mbështetjen e krahut armatosur, nuk dihet është gjallë, është i aftë apo nuk është i aftë për të drejtuar. Kemi një vendimmarrje të decentralizuar të ushtrisë, tashmë ku secili ka të drejtën të përdor armatimet siç e mendon ai. Kemi një president që me sa duket nuk e pyet më njëri fare në Iran, sepse ndryshe thot ai në deklarata, më pas ndryshe thot garda revolucionare. Pra duket se ka edhe një kaos brenda Iranit në mënyrën në drejtimin e vendit. Por edhe natyrisht pastaj të ketë dhe një kaos në negociata që mund të zhvillojë. Kjo do të thotë që strategjia izraelito-amerikane për dekapitimin e udhëheqës ka dhënë rezultat. Pra, prerjen e kokave të udhëheqës ka dhënë rezultat deri në farmase. Por fakti është që Irani ka qenë një superfuqi, ka një superfuqi herët, domethënë që në lashësi ka një që kthyen një fuqi rajonale me ndikim në rajon, pra krahas Izraelit, Turqisë dhe Arabisë Saudite. Gjithsesi, pas konfliktit 12 ditor, ata arritën që ta marrin mesazhin dhe kanë bërë një struktura komandimi të shtrezuara. Pra, nëse vritet njëri, kush do zëvendësojë etj. Pra, dhe këtë vërteton fakti që megjithëse u vra Ajatollahu, të nesërmen fillon bombardimet me raketa. Kjo do të thotë që, domethënë, në farë mënyrë secili ka din detyrën që do kryej nëse mungon e proriti i drejt për drejt. Por ajo që thatë ju është që ka një problem në udhëheqjen në këndvështrimin tim, garda revolucionare në një farë mënyrë ka bërë gru shtetit dhe ka marrë pushtetin atje, dhe i duhet një ajatollah i dobët që është në krye dhe e pushtetin e ka garda revolucionare. Kjo du ka mënyrë se si u zgjodh Mojtaba, si u zgjodh, pra kaluan disa ditë, nuk jepe informacion, jo u mblodhen online, informacioni ishte kontradiktor, jo u mblodhen online për ta zgjedhur etj. Pra janë një sër veprimesh që të lënë shumë të dyshosh. Nga ana tjetër, vetë sipas informacioneve që kanë dalë edhe vetë Ajatollahu Madh nuk kishte besim të plotë, domethënë në aftësitë menaxhuese të Mojtabës. Nga ana tjetër, revolucioni islamik ka qenë një revolucion që ishte kundër dinastisë. Pra, kundër një dinastie laike, ndërkohë që krijoi një dinasti fetare. Pra, iku jati ndaj i birit. Këto janë të tëra probleme që mund të jenë mbyllur përkohësisht, po janë probleme të cilat do krijojnë patjetër një qarje në sistemin hierarkik, jo vetëm atë fetar, por edhe ekzekutiv. Pra, me sa duket këtu që garda e ka marrë pushtetin dhe Ajatollahu është një figurë, dhe fakti që ai nuk ka dalë fare, minimalisht do dile sa do
i gjendje të rëndë të ishte, do gjeni një mekanizëm për të dhënë mesazhin që ai jeton. As mesazhi që ai jeton nuk po jepet i qartë. Pra ka goxha problem. Nga ana tjetër edhe mënyra zgjedhjes së tij, domethënë ai nuk ka gradat e duara, sepse për të zgjedhur atë postë duhet të kesh gradën e Ajetullahut. Ky nuk e ka arrit gjatë kohës përpara. Pra këtu duket që ka probleme të cilat janë probleme që mund të çojnë në çarje të elitave dhe kjo është në favor të atyre që janë të interesuar për dobëzimin e regjimit. Faleminderit shumë profesor që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Faleminderit ju. Shkëputim për një hapësirë publicitare.